Qeveria shqiptare synon të rishikojë kufijnë të shpejtësisë në rrjetin kombëtar dhe njëkohësisht do të zgjerojë monitorimin elektronik të drejtuesve të automjeteve përmes kamrave dhe sistemeve inteligjente të lidhura me qendrën e kontrollit të trafikut. Masat janë pjesë e strategjisë kombëtare për sigurinë rrugore 2026-2030 dhe planit të saj të veprimit publikuar tashmë në fletoren zyrtare. Dokumenti parashikon gjatë periudhës 2027-2029 vendosjen e kamrave të shpejtësisë dhe sinjalistikës tjetër inteligjente në pikat të përzgjedhura të rrjetit rrugor. Pajisjet do të përdoren për monitorimin e shpejtësisë dhe do të integrohen me qendrën e kontrollit të menaxhimit të trafikut sipas planit. Treguesi i përcaktuar për zbatimin e masës është numri i vendodhjeve ku instalohen kamrat dhe sinjalistikat inteligjente. Autoriteti rrugor shqiptar është institucioni përgjegjës për zbatimin në bashkëpunim me policinë rrugore, strukturat përgjegjëse për transportin dhe njësitë e vetçeverisjes vendore. Në të njëjtën periudhë, autoritetet do të rishikojnë edhe kufijtë ekzistues të shpejtësisë. Strategjia kërkon që ato të përshtaten sipas qasjes së sistemit të sigurt, duke marrë parasysh karakteristikat e rrugës, mbrojtjen që ofrojnë automjetet dhe aftësinë e trupit të njeriut për të përballur goditjen gjatë një aksidenti. Dokumenti parashikon që kufijtë e ri të lidhen me nivelin e rrezikut në secilin segment, ndërsa masat në zonat urbane do të përfshin shqetësimin e trafikut dhe ndërhyrjen pranë shkollave dhe zonave me lëvizje të lartë të këmbësorëve. Plani kërkon gjithashtu monitorimin e përqindjes së automjeteve që udhtojnë brenda kufirit të shpejtësisë në kushte trafiku të lirë. Ky tregues do të përdoret për të matur zbatimin e strategjisë dhe për të orientuar kontrollet policore dhe fushat e sigurisë rrugore. Gjatë muajit qershor dhe korrik të këtij viti është vërejtur një rritje e numrit të aksidenteve, disa edhe me pasoja fatale për drejtuesit e mjetëve dhe këmbësorëve.